Me ndryshimin e sezonit dhe të klimës, ka ndryshuar edhe sëmundshmëria në Gjirokastër. Këtë periudhë në urgjencën e Spitalit Rajonal Omer Nishani kryesojnë rastet me enteroviroza dhe gastroenterite, thot mjeku Bledar Çela, të cilëve u shndën mjekim i nevojshëm për përmirësimin e gjendjes shëndetësore. Në ditë e fundit kemi pasur shumë persona në urgjencë, domethënë një fluks në ditë me enteroviroza, me gastroenterite, me të vjella, diare, me helmime ushqimore, që janë paraqitur në urgjencë, të cilëve u shndën mjekimi i nevojshëm. Dhe mjekimi është sipas rastit, domethënë për sëmundjet më të lehta kanë marrë një recetë dhe kanë ikur në shtëpi. Në momentet që kompromentohen treguesi, domethënë tensioni, temperatura të larta, ka dehidrim, në këto momente domethënë një pjesë e tyre kanë marrë dhe një mjekim në urgjencë, por mund të them që jo çdo herë është i nevojshëm mjekimi në urgjencë me serume ose me mjekime të tjera venoze, pasi dhe ato në vetvete paraqesin një risk. Mirë është kur pacienti ka hipotension, kur dehidrim të shprehur që tregohet në lëkurë, kur temperaturat janë të larta dhe nuk ulen dot me ilaçet që mund të marrë në farmaci. Në këto raste mund të bëhet mjekim venoz. Në rastet e tjera, domethënë, pacienti mund të marrë një mjekim në shtëpi dhe nuk është e thënë domethënë që temperatura ulet me njëherë, temperatura mbahet nën kontroll, pasi dhe vetë temperatura është i treguesi përgjigje të organizmit ndaj sëmundjes dhe pak a shumë duhet mbajtur nën kontroll disa ditë dhe ajo do bjerë vetë. Mes pacientëve që janë paraqitur nuk kanë munguar edhe turistët, fluksi i të cilëve është shtuar ndjeshëm në qytet. Gjesa i periudhë kemi pasur dhe turistë, të cilët kanë ardhur me gastroenterite, me helmime ushqimore, me barë të vjella në urgjencë, të shteteve nga më të ndryshme, të cilët kanë mjekim nevojshëm, edhe janë shoqëruar pasaj me një recetë. Kemi pasur dhe hospitalizime, një pjesë që dhe janë shtuar, domethënë kjo bie në sy pasi për ne më parë domethënë nuk ishim një fluks të rregullt, por çdo ditë në urgjencë paraqiten edhe turistë, të cilët marrin shërbimet nga personeli shëndetësor i qytetit tonë. Ndër këshillat që vijnë nga bluzat e bardha për të shmangur këto gjendje janë konsumimi i ujit, kujdes me ushqyerjen, shmangjen e daljeve në temperatura të larta e të tjerë.